Përshëndetje miq, uroj të keni kaluar ditë të bukur në këtë ardhje të pranverës në fakt dhe ne në këtë episod të radhës në anën tjetër kemi vendosur të trajtojmë një temë shumë speciale, një episod shumë veçantë. Nuk do jem vetëm duke trajtuar një histori suksesi të një gruaje në biznes, siç kemi bërë dhe në episodet e tjera, por kjo do jetë shumë e veçantë sepse rrofen sfidat e brendshme dhe fuqinë e brendshme të një vajze e cila arriti ta kapërcej këtë sfidë duke e shndërruar në një histori suksesi. Do jetë një histori shumë frymëzuese, por si fillim do ndjekim një tutorial të shkurtër për para përgatitjen e make-upit në këtë studio ku unë kam ardhur për të prezantuar. Jemi tek Beauty Studio AL, e cila ndodhet në rrugën Siri Kodra. Fillojmë së bashku. Miq, vetëm pak metra larg Beauty Studio AL jemi zhvendosur këtu me Lean për të pirë, për të konsumuar diçka dhe për të bërë një bisedë shumë frymëzuese, do thoja. E thash dhe në fillim të këtij episodi që për mua është shumë e rëndësishme kjo intervistë, duke qenë se mesazhet që kjo intervistë do përmbajë në vijim janë shumë të rëndësishme për të gjithë të rinjt apo të gjithë personat që do na ndjekin, duke qenë se flet për një nga temat më aktuale. Është pikërisht ankthi dhe ataket e panikut. Pas kësaj botës së zhurmshme ku ne jetojmë, ka mijëra miliona persona të rinj të cilët po e vuajnë dhe një nga pengesat më të mëdha është fakti e të pranuarit. Unë mendoj që fakti që Lea Bulku, drejtuese sot dhe menaxhere dhe pronare një biznesi, një make-up artiste shumë e suksesshme, fakti që vendos ta ndaj me neve është një forcë e madhe, është një forcë të cilën të gjithë ata njerëz që e kanë përjetuar në një farë mënyre tregojnë një shenjë sensibilizimi, një shenjë shumë të madhe bujarie për të qëndruar dhe për të bërë një mënyrë frymëzimi për të gjithë ata të cilët po vuajnë aktualisht nga shëndeti mendor. E di që është shumë e vështirë për ta pranuar dhe ndoshta edhe shumë e vështirë dhe për ta procesuar dhe procesin e shërimit, por për të gjitha këto do flasim me Lean. Lea, unë të falenderoj përzemërsisht nga gjithë stafi i emisionit që e bërë pjesë për të bërë një zë i kësaj problematike. Sepse unë kam dashur, kakoj që unë kam dashur nëpërmjet një episodi ta transmetoja këtë pjesë dhe gërshetimi, historia jote është shumë frymëzuese duke qenë se është dhe sukses, por pas këtij suksesi do na shpjegosh. Lea, për sa kohë ke vuajtur nga ankthi dhe paniku? Atëherë, kam vuajtur për 2 vite. Normalisht më ka kufizuar në shumë gjëra, më ka kufizuar në jetë sepse kisha frikë të udhtoja, kisha frikë të dilja. Më ka filluar nga një udhtim që unë kam bërë jashtë Shqipërisë, thjesht më kapi frika duke udhtuar, mendimet negative, mund të më ndodhi diçka, atë ditë binte edhe borë normalisht, edhe kështu që mu duk sikur do pësoja një aksident, do ndodhte diçka. Momenti i parë dhe gjë e parë që bëra ishte të kthehesha sërish mbrapsht për në Tiranë. Dhe nga ai moment vazhduan ataket e panikut, sa herë mund të hypja në autobus, sa herë mund të hypja në makinë, kudo që isha, vazhdonin dhe normalisht ataket e panikut janë të ndryshëm, ndërkohë rasti im atakeve të panikut ishte me takikardi dhe atë gjendjen e frikës të tmerrshme. Pra edhe njëherë simptomat që ti kishe në periudhën që ke vuajtur nga ankthi ishin takikardia, me thënë gjëja e parë, dhe normalisht pastaj fakti që ti mund të humbje kontrollin, që mund të vdisje, mund të ndodhte diçka e keqe, por simptomat kryesore kanë qenë takikardia dhe normalisht gjatë kohës dhimbjet e kokës, këto gjërat kështu. Kishe edhe dhimbje fizike, dhimbje të kokës që vinin si pasojë analiza pafund, vizita pafund në përmjek, pafund, domethënë i bëja çdo javë, sepse kisha frikë mos nga java në javë mund të ndryshonte diçka, analizat e anemisë, të tiroides, çfarë do lloj gjëje që ishte e mundshme. Dhe çfarë të thonin mjekët? Analizat normalisht dilshin mirë, çdo gjë ishte okay,
Kështu që fillova duke e kuptuar pak nga pak që diçka ishte tjetër. Se të vuaj nga ankthi, kishe informacion? Ishe përballur, kishe dëgjuar njerëz që flisnin për ankthim? Mund të kisha dëgjuar, sepse unë jam rritur në Itali dhe atje normalisht që në Itali është një shoqëri pak më ndryshe. Është pak më ndryshe dhe nuk është as turp ta tregosh që mund të kesh vuajtur nga ankthi ose vuan nga ankthi, kurse këtu tek ne ishte diçka pak më ndryshe. Edhe nuk kisha, domethënë këtu në Shqipëri nuk e kisha dëgjuar, ndërkohë në Itali po, kisha dëgjuar raste ankthi, raste depresioni, pastaj që janë akoma diçka më ndryshe. Lea, si duke një ditë e zakonshme në momentin që ti po e përjetoje ankthin e theksuar që vuaje? Me thënë të drejtën, nuk kisha fuqi të bëja asnjë lloj aktiviteti, e vetmja gjë që desha të bëja ishte të rria shtrirë, që mos të ndjeja ato simptomat, ato takikardin, se normalisht dhe kur hecën dhe kur bën një aktivitet ne e ndjejmë. Dhe kështu që unë përkufizoja çdo gjë, mezi merrsha frym, nuk dilsha shumë, sepse mendoja që nëse do dilsha do më kapte një atak paniku dhe nuk do ta menaxhoja dot. E ndjej këtë anktin social që ti nuk doje të shoqërohesh me njerëz duke qenë se mund të dukej. Gjithmonë mund të duket sikur dhe të tjerët e kuptojnë që ti po vuan nga ankthi. Jo, nuk kam pasur asnjë moment frikë që të tjerët mund ta kuptonin, domethënë kjo ka qenë pjesa që mua më ka ndihmuar, që nuk më ka interesuar opinioni i tjerëve. Frika e vetme që unë kisha ishte që mos më ndodhte diçka kur unë isha jashtë dhe në momentin që më kapte ataku i panikut, desha të isha vetëm. Sepse në momentin që dikush, ose bashkëshorti ose dikush vinte dhe më fliste, më dukeshe sikur unë po përkeqësohesha. Lea, do më thuash specifikisht se si ndiheshe emocionalisht dhe fizikisht gjatë periudhës së ankthit? Fizikisht super e lodhur, pa asnjë lloj motivimi për të bërë gjëra të reja, për të munduar për të kaluar këtë situatën dhe emocionalisht e rënduar. Nuk e vej në diskutim që kush kalon atakët e panikut dhe ankthin, e kalon këtë lloj gjendje. Po personat që të kanë mbështetur më së shumti, sa kanë ndikuar shoqëria, familja për ta kaluar këtë gjendje dhe sa të kanë kuptuar që ti vërtet përvuan dhe ata të kishin informacionin e duhur që të udhëzonin? Kanë ndikuar shumë, sepse kam pasur mbështetje të madhe bashkëshortin dhe prindrit e mi, që e kanë kuptuar gjendjen që unë po kaloja dhe janë munduar që mos të më rëndonin shumë. Normalisht më kanë ndetur afër dhe kur kam mbajtur për vizita, kur kam mbajtur për konsulta, nuk kanë menduar fare as pjesën, të flasim pjesën ekonomike, domethënë, sepse isha fiksuar dhe mbas vizitave gjithë kohës, sepse një ndjesi më të vogël që të kisha, një aritmi ose një dhimbje koke ose një dhimbje qafe ose diçka, unë duhet të shkoja urgjentisht tek doktori ta shikoja çfarë ishte. Dhe më kanë mbështetur nga të gjitha anët, si ekonomikisht, si psikologjikisht, si fizikisht. Prandaj në fakt Lea është shumë e rëndësishme që të gjithë, domethënë të sensibilizohen, ta kuptojnë dhe në momentin që dikush i afërm po e vuan, në një farë mënyre apo në një tjetër, me aq sa mundemi të qëndrojmë pranë. Duhet të qëndrojmë pranë, po. Dhe mendoj që familja jote ka qenë shembulli më i mirë i të qëndruarit pranë dhe të kuptuarit, duke qenë se lëvizja e brezave. Ato përkraje për mua, besoj se nuk doja kisha dalur. Kështu që ka qenë edhe familja dhe bashkëshorti që më kanë ndetur afër dhe më kanë kuptuar dhe nuk kanë paragjykuar që kam arritur këtu ku jam tani. Ti jo vetëm që ja ke dalë, por ti do bësh dhe zëri shumë gocave për t'i frymëzuar dhe për t'u sensibilizuar në këtë aspekt. Doja të të pyesja tek pjesa e terapisë që ke ndjekur ose tek pjesa e konsultave që ke bërë, sa profesionaliteti që ke hasur në psikologët, psikiatrë që ke shkuar të vizitohesh? Okej, atëherë ta nisim që nga pjesa e psikiatrëve, pastaj kalojmë ke pjesa e psikologëve. Ke psikiatrët kam shkuar më shumë. Domethënë nëse sot shkoja bëja një konsult ke njërit, nesër më do shkoja ke një tjetër, sepse nuk më binte ajo çfarë më thoshte. Receta pafund, por që të themi realitetin, nuk kam marrë në asnjë lloj momenti, as edhe një lloj mjekimi. E ke kaluar ankthin pa mjekime? Pa asnjë lloj mjekimi dhe në njërën nga psikiatrit që vajta më dha recetën, domethënë ajo nuk e di, ishte gjëja që mua më acarovi më shumë. Sa kam hyrë brenda, thjesht më bëri një recetë, ilaçet që më dha ishin ilaçe për ankthin, normalisht dihet Xanaxi. Dhe hika nga aty, duke ecur rrugës po shkoja për në shtëpi, po mendohesha, thash, a është diçka normale që unë të marr Xanaxin që kjo ma ka përshkruar, sepse tjetri më ka dhënë diçka tjetër, tjetri diçka tjetër, tjetri diçka tjetër. Ti po ndiqeshe paralelisht, po mundoheshe të testoje tregu ku gjeje veten. Në ato momente po.
Po tentoja të shikoja kush ishte më i saktë sipas mendjes time. Të dha thjesht një recetë po, më dha thjesht një recetë, po. Asnjë lloj shumë? pyetje. Nuk dua ta përmend fare se nuk na intereson se kush është. Absolutisht. Thjesht më dha recetën dhe un kam hikur, kam bërë pagesën. Duke ecur rrugës, normalisht mora mamin telefon i thash: "Moj, më ka shkruar Xanax." I thash: "Nuk më pyeti se çfarë ndjej, se çfarë kam, ose se çfarë mund të kem kaluar, ose sa kohë kam. Thjesht më shkruaj ti recetën, edhe më tha hik dhe mere." Në darke, sepse nuk po më lente ai sikleti, i çoj mesazh dhe i them: "Po sikur mos ta marr unë tani këtë ilaçin që ti më ke përshkruar mua." Dhe më çon mesazh dhe më thot: "Do s'do, atë do marrësh." Thashë po unë s'do ta marr pra. Dhe unë në asnjë lloj momenti nuk kam marrë ilaçe. Nuk po them që ankthi kalon pa ilaçe, sepse janë raste të ndryshme. Në optikën dhe në çfarë kemi dëgjuar se ilaçet thjesht mund të ngadalsojnë simptomat, mund t'i ulin, por nuk është shërimit. Shërimi duhet vi nga vetë ne, duhet të motivohemi që ta kalojmë. Tani ti do na tregosh hap pas hapi pjesën e shërimit, si arritet ta kaloje. Atëherë, përveç ilaçeve që ti absolutisht nuk i pranove dhe nuk i ke konsumuar në asnjë lloj momenti, sepse nuk të dukën edhe duke futur, duke lexuar, po, duke googluar për çdo ilaç që ato mund më përshkruanin, shikoja efekte anësore të tmerrshme, shikoja komente në Google që njerëzit nuk i kishin hequr dot kurrë, shikoja njerëzit që kalonin në bidoza të ilaçeve, dhe unë thash, të ndodhi çfarë të ndodhi, unë kurrë nuk do t'i marr, kështu që të bëhet çfarë të bëhet. E kisha ndarë mendjen që unë nuk do t'i merrsha. Tani si ndërkohë simptomat vazhdonin. Ti morë këtë vendim, simptomat vazhdonin dhe ti po kërkoj një mënyrë shpëtimi. Edhe ishin bërë dhe pak më të shpeshta. Domethënë, nëse mua më kapte një atak paniku 2 herë në muaj, mua kishte filluar duke më kapur 2-3 herë në javë. Por ishin episode të vogla. Episode që mundohesha t'i menaxhoja, episode që zgjasnin disa minuta. Pastaj ishte çdo gjë okay. Ishte thjesht momentale. Si e kalova këtë, do të thuash? Hapat, cili ka qenë një hap i vogël në optikën tënde tani, duke e parë nga larg situatën, por që të ka ndihmuar të bëje një ndryshim të madh për atë moment. Atëherë, gjëja e parë që bëra, por nuk e vendosa vetëm, ishte shtysa e familjes, siç po thoja që familja është e rëndësishme, ishte shtysa nga bashkëshorti, që vendosi të rikthehesha prapë sërish në punën që unë kisha përpara, që të rihapja sërish sallonin. Sepse gjatë kësaj periudhe ti u shkëpute totalisht nga çdo lloj aktiviteti, nuk kisha asnjë lloj aktiviteti, s'kishe fuqi dhe as motivim për të angazhuar në diçka. Jo, absolutisht jo. Dhe vendosi që më tha pse nuk e provon, i thash po, ja më kap paniku gjatë punës, duke punuar me klienten. Do ta lej për një telefonat të rëndësishme që të shbërë në periudhën e ankthit, që ti ke qenë shtrirë në krevat, ku nuk është se po e ndjeja atë pjesën e angazhimit. Po, nga një person familjar që më dha një shtysë që të filloja një biznes. Ndërkohë, para se të rihapja, domethënë sallonin, fillova duke marrë online me shitjet e produkteve të kozmetikës dhe fillova duke ullur, domethënë nëse aktiviteti kishte filluar që mos të ishte më, që mos të bëja asnjë lloj aktiviteti, fillova duke ullur në krevat. Shitje online nga shtëpia. Online nga shtëpia me produkte kozmetike. Okej. Dhe ndërkohë që po mundoheshe të shërohesh, fillove të merreshe me diçka, gjë që është shumë e rëndësishme. Dhe bëja gjëja që ti kishe qef. Po, dhe bëja tutoriale. Nga tutorialet që unë bëja në atë kohë dhe klientët i shikonin, se donin të shikonin produktet se si ishin, si funksiononin, vazhduam tek pjesa që klientët kërkonin takime për t'i bërë make-upin. Make-upin fillova duke e bërë në fillim në shtëpi, sepse ato deshën që kishin një rast, një event, një gjë, deshën të lyeshin nga unë, me produktet që unë shisja. Dhe pastaj mbas kësaj vendosa që të kthehesha sërish tek saloni, tek pjesa e punës. Dhe u riktheva. Ishte një vendim i cili të ndryshoj rrjedhën, të thuash, ishte një mënyrë shpëtimi që ti më shumë nuk e ke parë, besoj në ato moment si biznes, e ke parë mënyrë si derë që ti do largoheshe. Sikur mu hap një dritë për të dalë nga ajo errësira që unë isha futur në ato momente. Dhe dera u hap, fillova duke shkuar në sallon, fillova duke punuar në sallon vetë, kishte rasti që mund të isha duke bërë make-upin, mund të ndjeja të ndjesinë e këputjes, dhe nuk e shkëpusja në asnjë lloj momenti, sepse ishte pasioni im, ajo ishte çfarë unë desha të bëja dhe kam vazhduar deri më sot normalisht. Po. Kështu që besoj që një nga gjërat që duhet bëjmë për të kaluar ankthin
është mos të mbyllemi dhe të rrim në Ta shtëpi. sforcojmë veten me Po, sforca duhet të për dalim, mos sepse ka shumë vajza që më shkruajnë, duke qenë se kanë parë disa video që unë mund të kem folur në TikTok për ankthin disa kohë më përpara, dhe më shkruajnë dhe më thonë që kanë lënë punën, nuk punojnë më, nuk kanë më fuqi të dalin dhe më kërkojnë këshilla. Dhe gjëja e parë që i them është dil, mos e lër punën. Do të kapi ankthi, do të kapi paniku në punë, por dil. Janë gjëra normale. Çdo njeri ka ankth, çdo njeri ka panik gjatë ditës, por e kalon pak më ndryshe. Për shembull, ne mund të kemi ankth gjatë punës, si do dali një lloj gjëje, një kliente ose një diçka ose një nuse. Kështu që është pjesë e jetës tonë që nuk do hiki. Thjesht në rastin tim simptomat nuk janë më siç kanë qenë, absolutisht jo. Shqyr Zotit normalisht dhe arrit ta menaxhoj. Nëse në një moment mund të ndjej që ankthi është duke ardhur, e menaxhoj më kollaj. Si ti thua, je bërë mik me të, duke gjetur atë rrugën e Në komunikimit. momentin që vjen i them okej, nuk më prish punë sepse 2-3 minuta do iki Hapi prapë. parë besoj është pranimi i situatës, Normalisht sepse që ka po. shumë të rinj që unë dëgjoj. Nuk e Edhe nisur pranojnë. dhe nga situata të afërta që nuk e pranojnë në fillim ose nuk kanë informacionin dhe backgroundin e duhur për të gjetur personat e duhur për t'u këshilluar. Se në ato momente një këshill dhe një orientim i vogël është shumë i vlefshëm. Duhet folur. Ti do na përmendesh sot një person, ndoshta një psikiatër ose një këshillues mental health që të kanë ndihmuar në këtë rrugë dhe ti vazhdon të bën terapi mbase. Jo, unë nuk bëj më terapi, unë kam bërë 10 seanca terapie, kam bërë tek Jashar Demiri, më kanë ndihmuar shumë, jashtë mase, kemi bërë dhe disa terapi në grup, kam parë dhe raste të tjera ankthi, paniku dhe depresioni në... Pse pikërisht e gjete veten te ky person? Nuk e di, po më dha një qetësim, nuk më dha ilaçe, gjëja që të gjithë neve që kemi vuajtur nga ankthi kemi pasur frikë janë ilaçet. Nuk më dha ilaçe, nuk më ka përshkruar asnjë lloj gjë, dhe terapia që ai ka bërë me mua ka qenë terapia në grup me persona të tjerë të cilët kanë treguar historinë e tyre, kanë treguar problematikën, domethënë unë kam parë në grup që kishte edhe goca të reja që nuk hiknin më në shkollë sepse mendonin se do t'i binin të fikët në momentin që do ishin në klasë. Studente, goca të reja studente. Rasti tjetër pastaj ishte një vajzë e cilës nuk i mungonte asnjë lloj gjë, që të flasim realitetin, ankthi nuk ka lidhje fare me çfarë kemi ose çfarë nuk kemi. Ankthi vjen pa asnjë lloj gjëje. Dhe asaj nuk i mungonte asgjë, jetonte në Zvicër dhe gjendja e saj ishte shumë e rënduar në krahasim nga ato çfarë ne dëgjonim ose ato çfarë ne të tjerët mund të ishim. Dhe ajo kishte ardhur apo stafat nga Zvicra për të bërë terapinë. Atëherë, hapat që duhet të ndjeki çdo kush që është duke përjetuar ankthin aktualisht, është e para lidhja me familjen, duhet të dali në ajër të pastër, duhet të meditoj, duhet të shoqërohet sa më shumë me njerëz pozitiv, edhe pjesa tjetër është që të ushqen shëndetshëm, duke qenë se kafja, këto pijet me gaz, këto pijet energjike, ushqimi i keq ndikon edhe tek pjesa e ankthit, kështu që duhet dhe këto gjëra ti limitojmë në momentin që vuajnë nga ankthi ose nga atakët e panikut. Lea nga kjo përvojë personale e pjesës së ankthit, ti ke përdorur një farë mënyre edhe rrjetet sociale për t'i qëndruar pranë të gjithë atyre dhe për të ndarë me të gjithë pjesën edhe hapat që duhet ndjek çdo kush për të shëruar. Ka pasur momente që të kanë kontaktuar, besoj? Po, mbas një video që unë tregova një rast tjetër, ataku paniku që më zuri në një rast familjar ku ishim për të shkuar për një ditëlindje, më shkruajtun shumë vajza, dhe gjithashtu më rastisi që një vajzë më erdhi dhe në salon për të më takuar personalisht, madje ishte duke bërë shërbimin, thjesht sepse i vinte turp që të më thoshte që vuante nga ankthi dhe që kishte nevojë për të marrë disa këshilla nga unë. Unë e bëj me shumë kënaqësi. Mendoj që dhe unë kur kam qenë në ato momente kam pas nevojë për dikë që të më këshillonte, kështu që për çdo lloj personi që vuan dhe ka nevojë për këshilla dhe këtu doja në fakt të ndaloja që ky episod të shërbej, ndoshta pse jo, për të gjithë ata të cilët mund ta dëgjojnë, mund ta shikojnë, të kontaktojnë tek emisioni, tek Lea,
patjetër, ndoshta për të gjetur komunikimin, lidhjen me profesionistët e duhur, duke qenë se një eksperiencë e jetuar dhe e përjetuar është totalisht edhe më e ndjerë, edhe më e udhëhequr dhe më pranë gjës. Kështu që bëjmë një thirrje publike nga emisioni që jemi në dispozicion së bashku patjetër dhe me të gjithë stafin për të qëndruar pranë të rinjve të cilët ndoshta në këto momente izolimi dhe që janë duke përjetuar ankthim, kërkojnë një këshill, një orientim, një kontakt drejt një profesionisti të duhur. Dhe kështu uroj shumë që ky emision të shërbej ky episod në fakt si një trumbet e kësaj teme e shëndetit mendor dhe si një sensibilizim ndaj të rinjve që nuk ka asgjë të pranosh që vuan nga ankthi. Shëndeti mendor është aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Edhe nëse ti ke një problem fizik, patjetër do shkosh te mjeku. Dhe shëndeti mendor kërkon profesionistët e duhur, njerëzit e duhur, kërkon pozitivitetin e duhur, miqtë e duhur do thoja. Absolutisht. Dhe është ngrohtësia dhe familjare dhe e miqve dhe profesionistëve të duhur. Dhe ky episod në fakt ka shërbyer, besoj, si një rrëfim dhe historisë suksesi që forca e brendshme është ajo e cila sundon dhe na udhëheq dhe ne në këtë mënyrë mund të shërojmë veten nga këto problematika dhe të shkojmë dhe të gjejmë dritën që në fund të ditës çdo kush e meriton, çdo person i cili jeton dhe çdo person meriton të jetojë në dritën se si ai e percepton dhe mendon. Kështu që unë këtë temë në fakt e kisha shumë të ndjerë dhe jam shumë e lumtur që të kisha pjesë e episodit për të bashkuar tani për të folur për dinamizmat e biznesit tënd tek Beauty Studio AEL në rrugën Siri Kodra. Hajde shkojmë tek studio. Patjetër. Tani kemi kaluar në fakt në pjesën profesionale, atë të dritës, shpresës, të pasionit dhe të gjës që ty të mban të angazhuar gjithkohës. Që është puna. Që është puna dhe është shumë e rëndësishme. Pra në Beauty Studio AEL, këtu në rrugën Siri Kodra, gjejmë Lea Bulkun, e cila e qëndron këtu në krye të sallonit për të zbukuruar në ditët e bukura çdo gocë që vjen dhe këtu brenda në sallon. Lea, më thuaj pak të lutem, sa vite ke në tregun si make-up artiste në Shqipëri, në Tiranë? Kam 12 vite që merrem me make-upin. Së fundi madje kam bërë dhe një masterclass për vajzat që ishin të interesuara për të mësuar teknikat e fundit dhe produktet që unë përdor për të krijuar një make-up profesional. Dhe përveç kësaj, tani ka dalë dhe libri. Këtë po shikoja në këtë këndin këtu në fakt kemi një libër nga një profesioniste në treg prej 12 vitesh dhe quhet Manual. Dua të më shpjegosh pak çfarë përmban ky libër dhe kujt i shërben ky libër? Ky libër i shërben jo vetëm vajzave që duan të mësojnë make-upin, por dhe atyre që janë profesionista për të bërë kurse vajzave, që në fillim dhe deri në fund të librit ka teknika, ka produktet që unë përdor, metodat e ndryshme dhe janë të gjitha teknikat e grimit të fundit të 2024-2025-s. Më bën shumë përshtypje para thënia që ti ke shkruar, është një fjali shumë e ndjerë dhe është shumë e bukur. Lea thot, rrugëtimi im nisi aty ku mendova se çdo gjë u shemb. Kështu që kjo tregon dhe forcën e këtij biznesi, duke qenë se është kthyer pjesë e përditshmërisë, punës tënde, pasionit tënd, duke qëndruar shumë gocave pranë. Ti ke shpjeguar në këtë libër të gjithë procedurën që duhet të ndjek një make-up artiste e cila do të futet në treg, apo ndoshta është dhe për lexuesit e thjeshtë, një gocë që do të bëjë make-up. Është dhe për një vajzë që do thjesht të lyhet për një mbrëmje, një event, vetë në këtë libër mund të shikoj produktet që do përdori për make-upin, disa teknika. Lea, sa e rëndësishme ka qenë për ty përzgjedhja e lokacionit të këtij biznesi? Ka qenë shumë e rëndësishme sepse ka raste që unë punoj dhe në orët e vona me kliente ose jam e detyruar të vi në 4, në 3 të mëngjesit për të shërbyer klienteve dhe kam shtëpinë afër këtu, normalisht zonën e njoh, njerëzit më njohin. Dhe si tironse që të jenë ndër vite, besoj që ky lokacion patjetër afër shtëpisë është lokacioni i duhur. Si ka qenë vazhdimësia e biznesit që në fillimet e krijimit, cilat kanë qenë ato vështirësitë cilat ti ke hasur më shumti në çastje ndaj klientëve? Dhe si ke arritur të fitosh atë besueshmërinë që një klient pasi ka trokitur një herë
këtu në studio, të vi sërish dhe të jetë pjesë e kësaj studie? Besueshmëria ka nisur që nga produktet, që produktet i ketë të importuara nga jashtë, nga brende nga më të ndryshme, si përqëson në zgjedhjen e brendeve? Janë të gjitha të marra nga jashtë, normalisht merren. Je konsultuar me dikë i cili të sugjeron nga produktet e mira, sepse janë të testuara, besoj? Absolutisht që po, dhe gjëja parë që bëj, para se të përdor produktin tek klienti, e testoj tek vetja, testoj sa zgjat produkti, sa mban. Dhe klientët që vinë dhe janë besnike të sallonit, besoj që pasi kanë ardhur klientët pasi kanë ardhur një herë nuk më janë ndarë më. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Ti në fakt shërbimet që ofron si sallon, duke filluar që tek make-upi, që ti e posedon vetë dhe je në krye të kësaj detyre, tjera të shërbime? Shërbimi tjetër që është janë dekolorimet, lyerjet e thjeshta të flokëve, prerjet, stilimet, vetullat, qerpikët, thonjt, pedikyuri. Këto janë të gjitha shërbimet që ne ofrojmë. Dhe së shpejti do jemi me një sallon të ri. Dhe kjo është një lajm shumë i rëndësishëm, shumë i bukur për të ndarë. Lokacioni që ju keni menduar për sallonin e ri? Lokacionin ta lejmë surprizë. Okej, presim që të bashkohemi në inaugurim dhe në festimin e hapave për këtë risi që do sjellësh. Absolutisht që po. Në fakt doja të pyesja për pjesën e trajtimit të flokëve, sepse është kthyer produktet që përdor. Okej, për trajtimet e flokëve ne përdorim produktet e Munirit. Siç po do t'tregoja, përdorim Arkitektin. Pra linja që përdorni për pjesën e flokëve, trajtimet e flokëve është nga brendi i Munirit. Po, për mua është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë me brende prestigjioze, siç është brendi i Munirit, i cili njihet botërisht, dhe gjithashtu këtu në sallonin tim ofrojmë dhe trajtimin e flokut me Arkitektin, i cili është një produkt që riparon strukturën e flokut dhe ndihmon për flokët e dëmtuara siç janë ato të dekoloruarat. Pra është ky produkt? Është ky produkti këtu. Është një farë mënyre zgjidhja drejt të dëmtimit. Absolutisht. Unë dua të bëj një trajtim me këto produkte, sepse dua ta testoj personalisht dhe pse jo në një moment të dytë do ta bëj share në Instagramin tim se absolutisht që po, të tregojmë rezultatet që vijnë nga Arkitekti i Munirit. Dhe pse jo për ta bërë pjesë e përditshmërisë. Absolutisht që po, pse jo. Doja të pyesja se si të ka ndihmuar në çastin e biznesit të rrjetet sociale, duke qenë se e dim se në platformat e rrjeteve sociale bizneset kanë çastin e drejt për drejt me klientin virtual. Ty personalisht të kanë ndihmuar? Më kanë ndihmuar shumë, siç është pjesa e TikTokut, sepse klientët nëpërmjet videove që un kam postuar me një punim floku ose një make-up. Mësa kam parë poston dhe tutoriale personale. Absolutisht që po. Postoj dhe veten time me produkte duke treguar dhe se si disa nga produktet që un kam sjellur në sallon funksionojnë, jo vetëm tek klienti, por edhe tek vetja ime. Normalisht siç thash, përpara e provoj vetë dhe pastaj i përdor tek klientët. Lea, duat më thuash trendet e fundit të cilat çdo gotë duhet të ketë në çantën e vet ose në pjesën e make-upit. Do të tregoj 3 produktet kryesore. Do ja nisim nga foundationi i hudës, që është ky Easy Blur. Për këtë s'ka nevojë fare që gocat përdorin filtra. Përdoret në përditshmëri? Përdoret në përditshmëri, por normalisht për raste. Po do dhe një bazë poshtë, domethënë do një krem të përshtatshëm, nuk mund të përdorim çfarëdo lloj hidratanti poshtë. Dhe pastaj produkti tjetër është nga pudra e hudës. Huda Beauty i kam parë në fakt në të gjitha pjesët e... Ka realisht shumë produkte të mira që unë shumë prej tyre i përdor këtu në sallon. Kjo është pudra e re. Ka maca të ndryshme, po kjo është pudra e re. Po, kjo është pudra e re, është pudra roz. E kam përdorur dhe tek ti. Dhe produkti tjetër është shkëlqyesi i hudës, ka disa nuanca, edhe ky është shumë trend. Pra janë këto produkte janë 3 produkte që gocat më së shumti ose ti personalisht i përdor në përdor gjatë punës po, sepse më ndihmojnë shumë që dhe puna të dalë më e mirë dhe të duket efekti filter, siç e kam treguar edhe në video në TikTok. Patjetër. Duke ardhur jemi në fund të intervistës në fakt, por doja që të ndaje në pjesën profesionale të make-up artistëve të rinj që duan të futen në treg, disa këshilla nga eksperjenca jote personale se si ato të kthehen nga një profesion në fillime në një profesionist të vërtet në treg. Duhet shumë praktik, është gjëja kryesore, do të thënë vajzat që mbarojnë kursin duhet të praktikohen shumë. Dhe gjëja tjetër... Pjesa e trajnimeve ndoshta je trajnuar, certifikuar me persona specifik? Unë absolutisht që po dhe i vazhdoj sa herë ka trajnime, ka masterclasse shkoj dhe bëj dhe vetë masterclasse. E kuptoj. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Besoj që edhe datat e masterclasseve mund t'i shpërndash në rrjetet sociale për të qenë afër
aplikimeve, të gjithë make-up artistëve Absolutisht që që po. duan të bëhen pjesë, duke rekomanduar besoj gjatë një masterclassi, ajo se çfarë ti vë më shumë fokus, Janë produktet dhe teknikat. produktet dhe teknikat kryesore. Absolutisht që po, këto dy Sa janë. zgjat një masterclass? Masterclassi zgjat diku tek 2-3 orë. 2-3 orë. Po. Perfekt. Në këtë mënyrë, pra miq, ne kemi ardhur në fund të këtij episodi, në anën tjetër, duke biseduar me make-up artisten, drejtuesen dhe e sallonit Beauty Studio AEL. Ishte shumë kënaqësi Gjithashtu dhe për mua. Disa teknika dua në fakt të më mësosh. Absolutisht që po. Dhe Sepse tek më libri ke duhet- disa teknika. Patjetër, Kështu që një nga librat është i joti. më takon. Të takon. Dhe unë në fakt dua të lexoj dhe ti ta rishikoj sepse çdo goce na duhet. Për çdo pyetje pjesë mund të më e- thuash. Patjetër. Dhe në këtë mënyrë miq kemi ardhur në fund të episodit, një episod frymëzues, një histori suksesi. Isha shumë e lumtur që Gjithashtu. Lea ne kisha pjesë të këtij episodi dhe deri në episodet e ardhshme ju uroj mbarësi dhe të keni shumë të mira. Ju faleminderit dhe po e mbyll bashkë me Lean. Mirupafshim. Mirupafshim.